Gruaja e cila kishte pirë për 8 muaj rresht lëng karote, ndjeu disa efekte të papara. Ann Cameron, e cila ka shkruar shumë libra për fëmijë, e lindur në 1943, 3 vjet më parë, u diagnostifikua me kancer të zorëve. Kur e zbuloi ishte në fazën e 3 dhe pasi ajo mendonte për ndërhyrje vendosi të mos shkojë në kimjoterapi. Për fat të keq, në nëntor të vitit 2012, kanceri u përhap në mushkëritë e saj dhe shkoi në fazën e 4. Parashikimet nuk ishin premtuese. Edhe një herë ajo nuk pranoi kimjoterapi. Ajo kishte parë burrin e saj atë që po kalonte para vdekjes së tij dhe nuk donte të vuante të njëjtën gjë. Ajo dëgjoi një njeri, Ralph Kolla, i cili mundi kancerin e lëkurës duke shtrydhur 1/2 kile karota çdo ditë dhe vendosi ta provojë atë. Ajo nuk ishte asgjë për të humbur. Pas 2 javësh, ajo pati kontroll dhe pas se situata e saj nuk ka ndryshuar. 8 javë më vonë, situata ka stagnuar dhe kanceri ka ndaluar përhapjen. 9 muaj më vonë nuk kishte kancer.